Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Njerëzit e humbasin busullën. Mikesha e Eglit komenton rikthimin e saj në shtëpi. E ftuar në një emision nëpërmjet një lidhje Skype nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shoqja e ngushtë e Eglit, Paula, ka qenë e ftuar. Ajo tregoi më shumë rreth situatës së Eglit, arsyen pse ajo vendosi të rihynte në shtëpi dhe gjithashtu u ndal edhe te raporti me Gjestin. Ajo shprehet: "Ishte shumë e pritshme. Mendoj se pas rikthimit Egli është më ftohtë, jo emocionalisht, po vepron me logjik më shumë se sa me zemër. Më pëlqen ky raport banor dhe lojtar që kanë krijuar tashmë. Është i lezetshëm. Shpresoj që të jenë të aftë ta mbajnë." Elona e pyeti nëse i pëlqen asaj gjesti për Mikeshën e ngushtë Eglin. Ajo u shpreh: "Përderisa asaj i pëlqen gjesti, unë nuk kam ndonjë koment negativ për të bërë." Në fund të intervistës dha një mesazh: "Duke marrë parasysh të gjithë komentet negative aty jashtë, doja të thosha se ne si njerëz e humbasim busullën tonë diku dhe e rëndësishme është që duhet të gjejmë rrugën e errësirë. Egli është një vajzë që me karakterin e saj ka dhënë shumë gjyra këtij edicioni. Më vjen keq kur dëgjoj disa njerëz aty jashtë që në petkun e statusit profesionist japin diagnoza për një vajzë e cila është në kushte jo normale, e izoluar, dhe kjo është diçka që e lëndoi edhe Eglin kur doli jashtë. Mesazhi im është që duhet të jemi më racional me fjalët, komentet dhe mënyrën se si shprehemi. Shoqëria jon ka nevojë për më shumë dashuri dhe të jemi më empatik." U shpreh Paula.